mbrëma motër Maria Luisa, Zoti Jezu Krisht, motër Maria Luisa, tregoi një mëshirë të pafundme ndaj nesh. Ai dha jetën e tij për ne. Dhe kur jemi në rrugën e Zotit, ideja është që edhe ne të duam në po të njëjtën mënyrë, por unë kam vënë re se është shumë e vështirë të duash të gjithë njerëzit një lloj. Disa është e lehtë të duash, por disa të tjerë është shumë e vështirë për shkak të gjendjes së tyre shpirtërore. Por unë dua të bëj gjëra që i pëlqejnë Perëndis, ndaj dua të ndjej atë dashuri dhe atë mëshirë. Si mund të ndjej dashuri dhe si të bëj që njerëzit, personat ta ndjejnë dashurinë që kam për ta, një lloj siç Zoti Jezu Krisht na deshi, siç e ka bërë ai me ne, motër Maria Luisa. Mirë, kur Zoti thot dashuri, fjala dashuri. Kur Zoti thot duaj armiqtë tu, sepse diku në Bibël Zoti thot duaj armikun tënd, i referohet armiqve tanë si qenie njerëzore, jo të duam armiqtë e Zotit. Ka dy lloje armiq. Armiqtë e Zotit dhe armiqtë e Zotit dhe armiqtë tanë. Kur Zoti na thot të duam armiqt, është për armiqt tanë, sepse për armiqt e Zotit thuhet në psalmet, Zot, unë jam armik i armiqve të tu. Kështu thot Zoti Jezu Krisht në psalmet, jam armik i armiqve të tu. Dhe Zoti Jezu Krisht pati armiqt e tij, ishin vetë njerëzit e popullit e tij, armiqt të Perëndis. Prandaj edhe unë jam armike e armiqve të Perëndis. Por për armiqt e mi personal, thot Perëndia se duhet t'i dua. Unë do të shpjegoj fjalën dashuri. Të duash do të thot të mos kesh urrëtie në zemër, hakmarrje, zemërim, inat, kundër atij personi që më ka bërë gjëra të këqija. Njerëzit më kanë bërë gjëra të këqija dhe unë nuk duhet të kem në zemër urrëtie kundër tyre, as hakmarrje, as t'ju uroj të keqen. Kjo është ajo që Perëndia do të thotë, që në zemrën time të mos ekzistojnë këto gjëra. Zoti nuk thot se unë duhet të shkoj të rri me armiqtë e mi, të ha me ta dhe të rrim bashk me ta të përqafuar duke ngrënë dhe duke ndarë gjërat. Jo, sepse unë largohem nga ta, ata bën gjëra të këqija kundër meje, ndaj unë largohem nga ta të mos i shoh, as të më shohin dhe as unë t'i shoh. Por këtu në zemrën time e përsëris, edhe njëherë nuk duhet të kem urrëtien kundër tyre, as hakmarrjen, kjo do të thotë të duash. Të duash do të thotë që në zemrën tuaj të mos ekzistojë asnjë nga këto gjëra kundër këtij personi, sepse kjo është ajo që nuk i pëlqen Perëndis. Dhe i lëm atje, derisa një ditë pendohen, ata pendohen, vinë, më kërkojnë të falur dhe unë them s'ka problem, çdo gjë në rregull. Kërkojnë falje për atë që bëra, atë që më bëre, në rregull, s'ka gjë, vazhdojmë përpara. Por në zemrën time kur nuk ka pasur inat apo zemrim kundër atij apo asaj. Në të kundërt, zemra ime është e pastër. Nuk di asgjë kundër tyre. Kjo është ajo që Zoti thot kur na thot se duhet të duam, dhe të mos ndjesh inat, gjëra negative kundër askujt. Ky është kuptimi. Nuk thot se ju duhet të rrini bashkë me këta persona, që është ajo që motra sapo tha. Thot është e pamundur, si mund të rri me këta persona pasi më kanë bërë shumë të këqija, kanë bërë shumë gjëra kundër meje. Jo, ju nuk duhet të rini pranë tyre, as të hani, as të pini, as të merrni pjesë në mbledhjet e çata bëjnë, apo në çfarëdo gjë tjetër. Jo. Thjesht zemra juaj të jetë e pastër dhe e çliruar nga mbajtja e inateve e hakmarrjeve kundër këtyre personave. Ju lini çdo gjë në duart e Zotit dhe i thoni atij, bëj drejtësi, Zot, bëj drejtësi, shiko çfarë më bëjnë, Zot, bëj drejtësi. Kjo do të thotë të duash. Të duash nuk është të rrini aty bashk. Të duash është të mos ndjesh asgjë në zemër.